Tau shpërplasje dhe një luftë e hapur për pushtet po ndodh në Bashkinë e Tiranës. Anuela Aristani, e besuara e Edi Ramës, ka shkarkuar sot nën kryetaren Sara Hoxhaj dhe sekretarin e përgjithshëm Alban Dokushi. Në një lëvizje duket qartë si një tregim force nga kryeministri Edi Rama ndaj Erion Veliajt. Vetëm 2 ditë më parë, Velia Igna Qelia tentoi të mbante kontrollin mbi institucionin duke komanduar Goxhën si kryetare të përkohshme. Por dje ai u trohoj dhe la në fuqi vendimin që i dorëzon të gjitha kompetencat Ristanit. E me këtë zhvillim, Rama i jep një goditje të fortë Erion Veliajt dhe sinjalizon se Bashkia e Tiranës nuk është më në kontrollin e tij. Ndryshimet e shpejta dhe kaotike në administrat tregojnë se betejë mes Edi Ramës dhe Erion Veliajt po intensifikohet, një ditë një vendim e ditën tjetër një tjetër. Duke se asgjë nuk është e sigurt në bashki, e cila është ndruar në një arenë lufte për pushtet, ku vendimet e sotme rrëzohen nesër.